Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi kryeministrin Edi Rama se nuk mund t'i fshihet krimeve që i ka bërë vendit. Nga foltore vendosur përballë kryeministrisë, Berisha paralajmëroi se ardhmja e zëvendës kryeministres Balluku dhe Ramës tashmë është e vulosur. Siç nxinte dikur diktatori Gjakatari Enver Hoxha, ky është diktatori i drogës së shqiptarëve. Ndaj edhe shqiptarët duhet i rezervojnë të njëjtin fat që i rezervuan diktatorit gjaksor. Edi Rama nuk ka alternativë tjetër përveç se t'jap dorëheqjen, t'jap dorëheqjen. Ja ku t'i themi këtu. Ti që fshihesh pas lubish, je i pa shpresë, sepse edhe lubia, edhe ti do shkoni atje ku e keni vendin. Sovrani për zver ku do t'ju kap ju. Ndërsa nuk munguan thirrjet për protestën e ardhshme të datës 10 shkurt. Ftohen në rrugë dhe sheshet e Tiranës. Qytetarët e Tiranës janë të ftuar të zbresin në shesh për t'i dhënë leksionin e merituar këtij regjimi anti-shqiptar. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për të mos miratuar listën e kandidatëve për deputet të listës serbe është në kundërshtim me të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur në mënyrë demokratike përfaqësuesit e tyre, deklaron Ambasada Amerikane në Prishtinë. Çdo përpjekje për të shkelur këtë parim bazë minon partneritetin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, tha për Radio në Europa Lirë një zëdhënës i Ambasadës Amerikane. Më 31 janar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, por gjatë mbledhjes anëtarët e komisionit miratuan listat e kandidatëve të të gjithë partive përveç listës serbe. 3 anëtarë të KQZ-s votuan pro, 2 kundër nga lëvizja vetëvendosje dhe anëtarët e tjerë abstenuan. Lista serbe më 2 shkurt është ankuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për këtë vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ankesat e 4 partive politike, si dhe një kandidati për deputet në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, janë bërë shkallë që certifikimi i rezultateve zgjedhor të zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025 në Kosovë të shtyhet për disa ditë. 4 parti politike nga komuniteti i shumicës dhe kandidati për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu, paraqiten disa ankesa lidhur me publikimin e rezultatit përfundimtar nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Paneli i ka bërë të ditur se ka pranuar gjithsej 7 ankesa nga këto subjekte politike për të cilat do të jepet një vendim brenda afatit ligjor prej 4 ditësh nga data e parashtrimit të secilës ankesë. KQZ-ja mori vendim për rinumërimin e të gjitha votave për shkak të gjetjes së disa parregullsive në votat e kandidatëve për deputet të Kuvendit të Kosovës. Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, KQZ-ja do të presë afatet ankimore dhe më pas do të bëhet certifikim në rezultateve përfundimtare, gjë e cila do të jap rrugë formimit të institucioneve të reja në vend. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut kërkoi dialog mes punëdhënësve dhe punëmarrësve për vendosjen e pagës minimale. Gordana Dimitreska Koçoska theksoi se megjithse paga e asnjë punëtori nuk është kurrë mjaftueshme dhe gjithmonë duhet të jetë më lart, ekzistojnë rregulla ekonomike që duhet të merren parasysh. Qeveria mund të mbulojë pagat e administratës dhe të pensionistëve, por këtu po flasim për sektorin privat. Nuk mund t'i përziejmë gjërat, tha ministria. Ajo shtoi se qeveria ka rritur pagat në shëndetësi, arsim dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe është kujdesur për punonjësit e saj. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky akuzoi Rusinë se preferon të vazhdojë sulmet më tepër se të angazhohet në diplomaci, pasi Moska lëshoi më shumë se 70 raketa dhe 450 dronë në Ukrainë gjatë natës. Shfrytëzimi i ditëve më të ftohta të dimrit për të terrorizuar popullsinë është i rëndësishëm për Rusinë më shumë se sa zgjedhja e diplomacisë, shkroi presidenti i Ukrainës në rrjetet sociale. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.